Të nderuar shikues, përshëndetje. Faza e parë e asaj që njihet si armëpushimi në Gaza, thuajse ka përfunduar dhe palët po përgatiten për fazën e dytë. Pra vendosen e një force ndërkombëtare për qeverisur Gazën dhe kjo përfshin dhe çarmatosin e Hamasit dhe shkatrimin e infrastrukturës së tuneleve, gjë që vështirë se mund të ndodhë. Por nuk është kjo tema e sotme, që nga fillimi i gjenocidit në Gaza, ne kryesisht kemi trajtuar shkakun që solli këtë e jo pasojat e kësaj. Tezat për një popull pa tokë dhe një tokë pa popull janë argumente televizije sioniste që përdoren edhe sot për të kolonizuar Palestinën në tërësi, bazë mbi të cilën edhe filloi pushtimi dhe kolonizimi një shekull më parë. E kush janë këta hebrejnë që krijuan shtetin e Izraelit, që po qeverisin sot dhe po grabisin tokat palestineze pëllëmb pas pëllëmbe përmes metodave brutale? Kanë shkruar shumë historian, ndërsa ne do i referohemi studimeve të historianit hebre Ilan Pape. Në veprën e tij 10 mite mbi Izraelin, Pape rrëzon teorinë e tokës pa popull dhe popullit pa dhe, referuar Palestinës dhe të shqyqueturit atë dhe të premtuar për hebrejt në tokat palestineze. Madje, në këtë vepër, Pape shkruan se kolonët e Europës që kanë emigruar në Palestinë nuk janë hebrejt autokton të tokave palestineze, por një fis turkmen nga Kaukazi i quajtur Hazara, që në shekullin e 8 u konvertuan në judaizëm e në shekujt në vazhdim u detyruan të zhvendosen drejt perëndimit të Europës. Sipas historianit hebre Ilan Pape, sionizmi para se të ishte një projekt hebre, a ishte një projekt kolonializmi i krishterë, sepse shumë përpara babait të sionizmit, Theodor Herzlit, Napoleon Bonaparte ju kishte premtuar hebrejve një shtet në Palestinë, nëse ata do e ndihmonin atë të pushtonte lindjen e mesme. Ishin këto disa nga metodat e Europës krishtere për të hequr qafe hebrejt. Një lëvizje fuqishme teologjike dhe perandorake u shfaq në Britaninë viktorianët në vitet 1820, e cila do ta vendoste kthimin e hebrejve në Palestinë në zemër të një plani strategjik për të shtënë në dorë Palestinën dhe për ta shndruar atë në një entitet të krishterë. Pretendimi se Palestina ishte një vend pa popull shkon krah për krah me pretendimin se hebrejt ishin një popull pa tokë. Po a ishin kolonët hebrej një popull? Studimet e fundit kanë përziritur dyshimet e shprehura shumë vite më parë në lidhje me këtë. Tema e përbashkët e këtij këndvështrimi kritik përmlitet më së miri në veprën e Shlomo Sandit, Shpikja e popullit hebre. Sandi tregon se bota e krishterë, për interesin e saj dhe në një çast të caktuar në historinë moderne, mbështeti idenë e hebrejve si një kom që duhej të rikthehej një ditë në tokën e shenjtë. Në këtë rrëfim, ky rikthim do të ishte pjesë e skemës hyjnore të fundit të botës, së bashku me ringjalljen e të vdekurve dhe ardhjen e dytë të Mesias. Përmbysjet ideologjike dhe fetare të reformimit, nga shekulli 16 dhe në vazhdim, prodhuan një shoqërim të qartë, veçanërisht mes protestantëve, mes nocionit të fundit të 1000-vjeçarit dhe konvertimit të hebrejve dhe kthimit të tyre në Palestinë. Thomas Brightman, një klerik anglez i shekullit 16, i paraqiti këto nocione kur shkroi: a do të kthehen ata përsëri në Jeruzalem? Nuk ka asgjë më të sigurt, profetët e konfirmojnë këtë kudo dhe e rikonfirmojnë. Brightmani nuk shpresonte vetëm që premtimi hyjnor të përmbushej, por si shumë të tjerë pas tij, ai dëshironte që hebrejt ose të konvertoheshin të krishterë ose të largoheshin që të gjithë nga Europa. 100 vjet më pas, Henry Oldenburg, një teolog dhe filozof natyror gjerman, shkruante: nëse rasti paraqitet mes ndryshimesh për cilët janë përgjegjës punët e njerëzit, hebrejt mund edhe të ngrehen perandorinë e tyre përsëri dhe Zoti mund të zgjedh për ta një herë të dytë. Karl Josef von Liegn, një federal marshall austro-hungarez, deklaronte në gjysmën e dytë të shekullit 18: unë besoj se hebreu nuk është në gjendje të asimilohet dhe se vazhdimisht do të përbëjë një kom brenda kombit, kudo që të ndodhet. Për mendimin tim, gjëja më e thjeshtë që duhet bërë është rikthimi i tyre në udhëheun e tyre, nga i cili janë dëbuar. Nga ky tekst, shfaqet qartë se ka një lidhje mes këtyre ideve formuese të sionizmit dhe një antisemitizmi të kahershëm. François René de Chateaubriand, shkrimtari dhe politikani i famshëm francez, shkruante gati në të njëjtën kohë se hebrejt ishin të zotët e ligjshëm të Judes.
A indikoi tek Napoleon Bonaparte, i cili shpresonte të fitonte për krahjen e bashkësisë hebreje në Palestinë, si dhe të banorëve të tjerë të vendit, në përpjekjet e tij për të pushtuar lindjen e mesme në fillimin e shekullit 19. Ai u premtoi atyre kthimin në Palestinë dhe krijimin e një shteti. Pra, siç mund të shohim, sionizmi ishte një projekt kolonializmi i krishter përpara se të ishte projekt hebre. Shenja të kurzeza se si këto besime, në dukje fetare dhe mitike, mund të ktheheshin në një program të vërtet kolonizimi dhe shpronësimi, u shfaqin në Britaninë viktoriane, që në vitet 1820. Një lëvizje fuqishme teologjike dhe perandorake u shfaq, e cila do të vendoste kthimin e hebrejve në Palestinë në zemër të një plani strategjik për të shtënë në dorë Palestinën dhe për ta shndruar atë në një entitet të krishterë. Ideja e transferimit të hebrejve europian në Palestinë dhe shndrimi i kësaj të fundit në një shtet hebre u ngjis në Britani dhe aty mori formë. E gjithë kjo në shekullin 19. Lezimi i shekullit 19 si një parazgjedhje e ngjarjeve të shekullit 20 dhe 21 na thot se narrativat historike ndikuan drejt për drejt në praktikë shtetërore, ndikuan drejt për drejt në kaosin e pasosur që Britania prodhoi në lindjen e mesme, veçanërisht në Palestinë, vend ky që nuk ka parë një ditë paqe që nga pushtimi britanik deri sot. Pra, Izraeli ishte projekt britanik dhe për këtë kontribut jashtëzakonshëm ka dhënë Lordi Shaftesbury në fillim të shekullit 19, një politikan dhe reformator i shquar britanik i kohës, i cili bëri një fushat aktive për një adhe hebre në Palestinë. Në shekullin 19, kjo ndjenjë u bë gjithnjë më popullore në Britani dhe ndikoi në politikën zyrtare perandorake. Dheu i Palestinës pret kthimin e fëmijëve të tij të dëbuar dhe përdorimin e industrisë konform mundësive bujqësore për të shpërthyer përsëri në begati dhe për qenë përsëri ajo që ka qenë në ditët e Solomonit. Kështu shkruante fisniku dhe komandanti ushtarak skoces John Lindsay. Kësaj ndjenje ju bë jehon nga David Hartley, një filozof anglez, i cili shkruante: ka mundësi që hebrejt do të rikthehen në Palestinë. Procesi nuk je plotësisht i suksesshëm deri në çastin kur mori mbështetjen e Shteteve të Bashkuara. Edhe këtu kishte një histori të sanksionimit të idesë së një kombi hebre, që kishte të drejtë të rikthehej në Palestinë dhe të ndërtonte një Sion. Në të njëjtën kohë që protestantët në Europë artikulonin këto pikpamje, ata u shfaqën në një formë të ngjashme edhe përtej Atlantikut. Presidenti amerikan John Adams deklaronte: unë dëshiroj me gjithë zemër që hebrejt të rikthehen përsëri në Jude, si një komb i pavarur. Një histori e thjesht idesh të çon drejt për drejt nga etërit predikues të kësaj lëvizjeje tek ata me pushtet për të ndryshuar fatet e Palestinës. Më inspiratori prej tyre ishte Lordi Shaftesbury, një politikan dhe reformator i shquar britanik, i cili bëri një fushat aktive për një adhe hebre në Palestinë. Argumentet e tij për një pranim më të madhe britanike në Palestinë ishin si fetare, ashtu edhe strategjike. Kjo përzierje rrezikshme e afshit fetar dhe zellit reformist do të çonte nga përpjekjet e Shaftesburyt në mesin e shekullit 19 në deklaratën e Balfourit në vitin 1917. Shaftesbury e kuptoi se nuk mjaftonte vetëm mbështetja e rikthimit të hebrejve, por ata duhet të ndihmoheshin aktivisht nga Britania në fillimin e kolonizimit të tyre. Ai pohonte se një aleancë e tillë duhet të fillonte duke u dhënë një ndihmë materiale hebrejve për të udhëtuar në Palestinën osmane. Ai e bindi qendrën peshkopale anglikane dhe katedralen e Jerusalem që siguronin financimin fillestar për këtë projekt. Ndoshta kjo nuk do të kishte ndodhur as pak sikur Shaftesbury të mos kishte rekrutuar vjehrin e tij, ministrin e jashtëm britanik dhe më vonë kryeministrin Lordin Palmerston për këtë kauz. Një vit më vonë, më 1839, Shaftesbury shkroi një artikull prej 30 faqesh për The London Quarterly Review, të titulluar Shteti dhe restaurimi i hebrejve, në cilin parashikonte një erë të re për popullin e zgjedhur të Zotit. Ai këmbgulte që hebrejt duhen inkurajuar që të rikthehen në numra gjithnjë më të mëdhej dhe të bëhen përsëri burri i Judes dhe Galiles, ndonse padyshim një popull kokfort, zemërzi dhe i zhytur në shturje morale, shpirt ngushtësi dhe mosnjohje të ungjillit. Ata jo vetëm që ja vlen të shpëtohen, por edhe janë jetik për shpresën e shpëtimit të krishterimit.
Lobimi i Shaftesburyt tek Palmerstoni rezultoi suksesshëm. Më shumë për shkaqe politike se sa fetare, edhe Palmerstoni u bë një mbështetës i rikthimit të hebrejve në Palestinë. Mes faktoreve të tjerë që luajtën rol në vendimet e tij, ishte edhe pikpamja që hebrejt mund të ishin të dobishëm duke ndihmuar në rrëzimin e perandorisë osmane dhe duke arritur kështu në realizimin e objektivit kyç të politikës së jashtme britanike në atë rajon. Palmerstoni shoi ambasadorit britanik në Stamboll më 11 gusht 1840 në lidhje me përfitimet e dy anshme të osmanëve dhe britanikëve nga lejimi i hebrejve për të rikthyer në Palestinë. Pak ditë pasi Palmerstoni dërgoi letrën, një kryeartikull në gazetën The Times bëri thirrje për një plan për t'i vendosur hebrejt në tokën e baballarëve të tyre, duke deklaruar se kjo po merrej në shqyrtim serioz politik dhe duke lavdruar përpjekjet e Shaftesburyt si autori i planit, i cili sipas tij ishte praktik dhe i zgjuar. Kështu, konti i Shaftesburyt përshkruhej si kryepropozuesi i sionizmit të krishterë në shekullin 19 dhe politikani i parë i spikatur që provoi t'i hapë rrugën hebrejve për të ngritur një AD në Palestinë. Ky momenti entuziazmit të establishmentit britanik ndaj idesë së rikthimit duhet të përshkruhet më saktë si proto-sionizëm, ndërsa duhet të jemi të kujdesshëm në lidhje me leximin e brendshëm të ideologjisë bashkohore në këtë dukuri të shekullit 19, duhet të jemi të vetëdijshëm që ajo i kishte të gjithë përbërësit që do t'i shndronin këto ide në të ardhmen në justifikime për heqjen dhe mohimin e të drejtave themelore të popullsisë vendase palestineze. Përpjekjet britanike sollën lindjen e sionizmit në krye me Theodor Herzlin, i cili do të formonte konceptin e qartë të shtetit hebrej në zemër të Palestinës. Padyshim që këtë do ndihmoj Britania që në ditët e sotme kur Izraeli vazhdon gjenocidin mbi popullin palestinez në Gaza dhe pjesë të tjera të Palestinës. Sionizmi ishte një lëvizje që deklaronte se problemet e hebrejve të Europës do zgjidheshin nga kolonizimi i Palestinës dhe krijimi një shteti hebrej atje. Autoritetet britanike ishin luftëtarët e parë të kauzës sioniste dhe gardianët e vërtet kolonëve hebrej që në ditët e para të kolonizimit të Palestinës. Konsullata e parë britanike në Jerusalem u hap në vitin 1838. Detyra e saj përfshinte inkurajimin jo zyrtar të hebrejve për të ardhur në Palestinë, duke i premtuar mbrojtje dhe në disa raste duke u përpjekur që t'i konvertonte ata në të krishterë. Më i njohuri i konsujve të parë ishte James Finn. Karakteri dhe qasja e tij e drejt për drejt e bën të pamundur që ta fshihte implikimin e tij nga palestinezët vendas. Ai shkruante haptas dhe ndoshta ishte i vetmi që veproi kështu, për lidhjen që ekzistonte mes rikthimit të hebrejve në Palestinë dhe zhvendosjes së palestinezëve si rezultat i këtij veprimi. Kjo lidhje do të ishte në zemër të projektit kolonial dhe kolonizues sionist në shekullin tjetër. Fini qëndroi në Jerusalem mes viteve 1845-1863. Ai është lavdruar nga historianët e mëvonshëm izraelit për ndihmën që ju dha hebrejve për të ngulitur në adheun e tyre stërgjyshor dhe kujtimet e tij janë përkthyer në hebraisht. Ai nuk është vetmja figurë historike që shfaqet në panteonin e një kombi dhe në galerinë e maskarejve të kombit tjetër. Fini e urrente islamin në tërësi dhe parinë e Jerusalemit në veçanti. Ai nuk mësoi kurrë të fliste arabisht dhe komunikonte nëpërmjet një përkthyesi, gjë që nuk bëri asgjë për të zbutur marrëdhëniet e tij me popullsinë vendase palestineze. Fini u ndihmua nga përurimi i peshkopatës anglikane në Jeruzalem në vitin 1841, e kryesuar nga Michael Solomon Alexander, një hebrej konvertuar, dhe përurimi i Kishës së Krishtit, kisha e parë anglikane, pranë portës së Jafas në Jeruzalem në vitin 1843. Ndonse këto institucione më vonë zhvilluan një afërsi të fuqishme me drejtën palestineze të vetëvendosjes, në atë kohë ato mbështeten aspiratat proto-sioniste të Finit. Fini punoi me më shumë zell se sa çdo europian tjetër për të ngritur një prani të përhershme perëndimore në Jeruzalem, duke organizuar blerjen e tokave dhe pronave të patundshme për misionar, interesa tregtare dhe institucione qeveritare. Një fil i rëndësishëm që lidh këto sythe të ershme sioniste të krishtera, kryesisht britanike, me sionizmin, ishte lëvizja gjermane e tempullarëve të devotshëm, të njohur më vonë si tempullarët, aktive në Palestinë nga vitet 1860 deri në shpërthimin e luftës së parë botërore. Kjo lëvizje doli nga lëvizja luterane në Gjermani, që u përhap kudo në botë, duke përfshirë Amerikën e Veriut, ku ndikimi i saj në fazën e hershme të kolonizimit ndihet edhe sot e kësaj dite.
Interesi i saj për Palestinën evoloi rreth viteve 1860. Dy klerik gjerman, Christoph Hoffmann dhe Georg David Hardegg, themeluan në vitin 1861 shoqërinë e Tempullit. Ata kishin lidhje të forta me lëvizjen e të devotshmeve të Württemburgut, Gjermani, por zhvilluan idetë e tyre se si mund të avanconin versionin e tyre të krishterimit. Për ta, rindërtimi i një tempulli hebre në Jeruzalem ishte një hap thelbësor në planin hyjnor për shlyerjen dhe faljen e mëkateve. Ç'është më e rëndësishme, ata ishin të bindur se nëse vetë ata do të nguliteshin në Palestinë, kjo gjë do të shkaktonte ardhjen e dytë të Mesisë. Ndonse jo çdo kush në kisha dhe organizatat e tyre kombëtare e mirëpriti mënyrën e tyre të përkthimit të devocionit përmes kolonizimit Palestinës, antarë të lartë të oborrit mbretëror të Prusisë dhe disa teologë anglikan në Britani e mbështetën me entuziazëm dogmën e tyre. Ndërkohë që lëvizja e tempullit fitonte rëndësi, ajo filloi të përndiqej nga shumica e kishave të mëdha në Gjermani. Por ata i lëvizën idetë e tyre në një skenë më praktike dhe u ngulitën në Palestinë, duke luftuar gjatë rrugës me njëri tjetrin si dhe duke shtuar antar të ri. Tempullarët qëndruan në Palestinë nën mandatin britanik deri në vitin 1948, kur u dëbuan me shkelma nga shteti i ri hebre. Kolonitë e tempullarëve dhe metodat e tyre të kolonizimit u imituan nga sionistët e parë. Ndërsa historiani gjerman Alexander Scholch i përshkruante përpjekjet kolonizuese të tempullarëve si kryqëzata e heshtur, kolonitë e para sioniste të ngritura nga viti 1882 e në vazhdim nuk ishin as pak të heshtura. Ndërkohë kur tempullarët u ngulitën në Palestinë, sionizmi tashmë ishte bërë një lëvizje spikatur politike në Europë. Shkurtimisht, sionizmi ishte një lëvizje që deklaronte se problemet e hebrejve të Europës do zgjidheshin nga kolonizimi i Palestinës dhe krijimi i një shteti hebre atje. Këto ide mbin në vitet 1860 në disa vende të Europës të frymëzuar nga iluminizmi, pranvera e kombeve e vitit 1848 dhe më pas nga socializmi. Sionizmi u shndrua nga një lëvizje intelektuale dhe kulturore në një projekt politik nëpërmjet vizioneve të Theodor Herzlit, në përgjigje të një vale të përndjekjeve anti-hebreje në Rusi në fund viteve 1870 dhe fillimin e viteve 1880, si dhe shfaqjes së nacionalizmit antisemit në Europën perëndimore, posaçërisht në Francë dhe Gjermani. Ndërsa sionizmi evoluonte nga një projekt vizionar në një lëvizje me ambicie territoriale, Britania e shekullit 19 identifikoi në këtë proces një mundësi të rrallë për të forcuar praninë e saj imperiale në tokën e shenjtë. Përzierja e mileniarizmit protestant, interesave strategjike dhe islamofobisë kulturore prodhoi një mbështetje të jashtëzakonshme për projektin sionist. Zyrtar britanik si Palmerston, më pas Balfouri dhe Lloyd George e adoptuan idenë e rikthimit të hebrejve në Palestinë, jo si akt shpëtimi fetar, por si instrument gjeopolitik për të minuar perandorinë osmane dhe për të vendosur kontrollin britanik mbi një nga rajonet më të rëndësishme të lindjes së mesme. Përmes përpjekjeve të Herzlit dhe udhëheqësve të tjerë hebrej që mendonin si ai, sionizmi u bë një lëvizje ndërkombëtarisht e njohur. Në fillim të pavarur, një grup hebrejsh lindor zhvilluan nocione të ngjashme për zgjidhjen e çështjes hebraike në Europë dhe nuk pritën për njohje ndërkombëtare. Ato filluan të nguliten në Palestinë në vitin 1882, pasi përgatitën terrenin, duke punuar së bashku në vendet e tyre të qëndrimit. Në jargonin sionist, ata quhen Aliyah e parë, vala e parë e emigrimit sionist që zgjati deri në vitin 1904. Vala e dytë, 1905-1914, ishte e ndryshme, sepse përbëj kryesisht nga komunistë dhe socialistë të bashkëpres, të cilët e shihnin sionizmin jo vetëm si një zgjidhje për problemin e hebre, por edhe si një mjet për përhapjen e komunizmit dhe socializmit nëpërmjet ngulimeve kolektive në Palestinë. Në të dyja valet, shumica preferonte që të ngulitej nëpër qytetet palestineze, me vetëm një numër të vogël që u përpoqen të kultivonin tokën e blerë nga palestinezët dhe çiftligarët arab, duke mbështetur fillimisht tek industrialistët hebrej në Europë, para se të kërkonin një ekzistencë më të pavarur ekonomike. Ndërsa lidhja sioniste me Gjermaninë doli pa shumë vlerë, ajo me Britaninë u bë vendimtare. Në fakt, lëvizja sioniste kishte nevojë për mbështetje të fuqishme, sepse populli i Palestinës filloi ta kuptonte se kjo formë emigrimi nuk do të sillte asnjë të mirë për të ardhmen e tyre në vend. Udhëheqësit vendas e ndjenë se kjo gjë do të kishte një ndikim shumë negativ mbi shoqërinë e tyre.
Një figurë e tillë ishte myftyu i Jerusalemit, Tahir el-Husaini, i cili e lidhi migrimin hebre në Jerusalem me një sfidë europiane që i bëhej shenjtërisë muslimane të qytetit. Disa prej parisë së tij e kishin pikasur se ishte ideja e James Finnit që ta lidhte ardhin e hebrejve me rikthimin e lavdisë kryqëtare. Ndaj nuk duhet të habitemi që myftyu udhëhoqi kundërshtimin ndaj këtij emigrimi, duke vendosur theksin mbi nevojën për të ndaluar shitjen e tokës për projekte të tilla. Ajo kuptonte që zotrimi i tokës përliqte pretendimet e pronësisë, ndërsa emigrimi pa ngulim mund të konceptohej si një pelegrinazh kalimtar. Kështu, në shumë mënyra, impulsi strategjik perandorak i Britanisë për të përdorur kthimin e hebrejve në Palestinë si një mjet të thellimit të përfshirjes së Londrës në tokën e shenjtë, përkoi me shfaqjen e vizioneve të reja kulturore dhe intelektuale të sionizmit në Europë. Ndaj, si për të krishterët, ashtu edhe për hebrejt, kolonizimi i Palestinës shihej si një veprim kthimi dhe shlyerje. Koincidenca e të dy impulseve prodhoi një aleancë të fuqishme që shndroi idenë antisemite dhe mijëvjeçare të transferimit të hebrejve nga Europa në Palestinë në një projekt të vërtet kolonizimi në kurrizë të popullsisë vendase të Palestinës. Kjo aleancë u shfaq hapur me shpalljen e deklaratës së Balfurit më 2 nëntor 1917, një letër që sekretari i jashtëm britanik i drejtoi bashkësisë anglo-hebreje, në cilën në fakt premtonte mbështetje të plot për krijimin e një atdheu hebre në Palestinë. Ekzistonte gjithashtu një përzierje milenarianizmi dhe islamofobie. David Lloyd George, kryeministri i asaj kohe dhe një krishter i devotshëm, përkrahte rikthimin e hebrejve mbi baza fetare dhe nga ana strategjike ai dhe kolegët e tij preferonin më mirë një koloni hebraike se sa një muslimane, siç i konsideronin palestinezët në tokën e shenjtë. Në vitin 1939, u zbulua një analizë gjithëpërfshirëse, por që kishte humbur për shumë vjet, përpara se të rishfaqej në vitin 2013. Kjo është vepra e gazetarit britanik Jeffries, Palestina realiteti, në të cilën shpjegohet se çfarë fshihet pas deklaratës së Balfurit. Ajo zbulon, nëpërmjet lidhjeve personale të Jeffriesit dhe aksesit të tij në një sër dokumentesh tashmë të zhdukur, se kush në admiraliatin, ushtrinë dhe qeverinë britanike po punonte për deklaratën dhe përse. Del që të krishterët sionistë në këtë histori ishin shumë më entuziast se sa vetë sionistët në lidhje me idenë e sponsorizimit britanik të procesit kolonizimit Palestinës. Përfundimi i gjitha ulumtimeve të kryera deri tani në lidhje me deklaratën është se vendimmarrës të shumë në Britani e shihnin idenë e një atdheu hebre në Palestinë si në pajtim të plot me interesat strategjike britanike në atë rajon. Sapo Britania pushtoi Palestinën, kjo aleancë ju lejoi hebrejve që të ndërtonin infrastrukturën për një shtet hebre nën kujdesin britanik dhe në mbrojtjen e bajonetave të qeverisë së madhrisë së tij. Pushtimi ushtarak që pasoi i solli të trija proceset e ndara: shfaqjen e sionizmit, milenarianizmin protestant dhe imperializmin britanik në brigjet palestineze, si një bashkim i fuqishëm ideologjish që e shkatruan vendin dhe popullin e tij në 30 vitet në vazhdim. Ka prej atyre që do të donin pyesnin nëse hebrejt që u ngulitën pas vitit 1918 në Palestinë si sionist ishin me të vërtet pasardhësit e hebrejve që ishin dëbuar nga Roma 2000 vjet më parë. Kjo filloi me dyshimet e para popullore të hedhura nga Arthur Koestler, i cili shkroi Fisi i 13, në cilin hidhte teorinë se kolonët hebrejnë rridhnin nga Hazarët, një komp turk nga Kaukazi që u konvertua në judaizëm në shekullin e 8 dhe që më vonë u detyrua të zhvendosej drejt perëndimit. Shkencëtarët izraelit janë munduar që atëherë që të provojnë se ka një lidhje gjenetike mes hebrejve të Palestinës romake dhe atyre të Izraelit të sotëm. Sidoqoftë, debati vazhdon edhe sot. Analiza më serioze që vijnë nga studiues biblik që nuk janë ndikuar nga sionizmi, si Keith Whitelam, Thomas Thompson dhe studiuesi izraelit Israel Finkelstein, e hedhin poshtë që të gjithë Biblën si një rrëfim faktik me ndonjë farë rëndësie. Hedhja poshtë më e fundit dhe më e përditësuar e kësaj ideje erdhi nga 2 librat e Shlomo Sandit, Shpikja e popullit hebre dhe Shpikja e tokës e Izraelit. Historiani hebre Ilan Pape thot se në rastin e veçantë të pretendimeve të sionizmit të shekullit 19, nuk është saktësia historike atyre pretendimeve që na intereson. Ajo që na intereson nuk është nëse hebrejt e sotëm në Izrael janë pasardhësit e vërtet të atyre që jetonin në periudhën romake,
por këmbgulja e shtetit të Izraelit se ai përfaqëson të gjithë hebrejt në botë dhe se çdo gjë që ai bën, e bën për të mirën e tyre dhe në emër të tyre. Deri në vitin 1967, ky pretendim ishte shumë i dobishëm për shtetin e Izraelit. Hebrejt kudo në botë, në veçanti në Shtetet e Bashkuara, u bën mbështetësit e tij kryesor sa herë që politikat e tij viheshin në diskutim. Në shumë raste, kjo ndodh akoma edhe sot në Shtetet e Bashkuara. Sionizmi në zanafill ishte një mendim i pakicës në mesin e hebrejve. Për të dëshmuar se hebrejt ishin një komb që i përkiste Palestinës, ndaj duheshin ndihmuar për të rikthyer, atyre ju duhet të mbështeteshin tek zyrtarët britanik dhe më pas në fuqinë ushtarake. Hebrejt dhe bota dukej se nuk ishin bindur se hebrejt ishin një popull pa tokë. Shaftez Berry, Fini, Balfouri dhe Lloyd George e pëlqyen idenë, sepse ajo ndihmonte Britaninë të vendoste këmbët në Palestinë. Kjo bë e parëndësishme, pasi britanikët e morën me forcë Palestinën dhe ju desh të vendosnin nga një piknisje e re, nëse toka ishte hebraike apo palestineze, një pyetje që nuk mund të jepen përgjigjen e duhur, ndaj u alan të tjerëve të vendosin pas 30 vitesh sundimi zhgënjyes. Ishte kjo tëra të ndëruar shikues, faleminderit që na ndoqët dhe miru takofshim sërish.